Zoti Abasado, faleminderit që pranoi ftesën e emisionit Gjurmët. Në pak do t'ju falenderoj në juve, sepse unë vetje edhe bëj emisione për artin dhe është një kontribut shumë i vlyrë që ju vini në për studiet e artizë për jetën e tyre, për punën e tyre, për t'ja bërë të njohur, sepse në këtë lloj zallamahie të një kapitalizmit ku njerëzit të gjithë janë të hetur përfitore për të fituar para, për të fituar gjithçka. Ne jemi njerëzit të cilët vazhdojmë të jemi idealist, vazhdojmë të jemi patriot dhe të duam këtë vend me një qetësi dhe me kontribut dhe me realitet prodhues. Edhe pikërisht edhe unë ndjehemi privilegjuar që ndodha në studion tuaj një njeri kaq i madh, ju jeni piktor, kritik, studiues dhe grafist. Ju jeni në përfundim të një studimi për skulpturën shqiptare. Cili është përfundimi që keni nxjerr nga ky studim që keni kryer ju? Në fakt që është një kolon që unë kam marrë përsi për të bëj për artin shqiptar, bëra portretin në pikturë, bëra për etnografi në pikturën shqiptare dhe roli i saj në pikturën shqiptare. Ky është botimi i tretë në Akademinë e Shkencave, që është për portretin dhe për skulpturën në përgjithësi, dhe nxjerr konkluzionin që gabimisht historia jone e artit, por edhe në përgjithësi koncepti mbi skulpturën shqiptare nisë shumë vonë. Realisht, ne kemi një traditë shumë të vlyrë, e cila fillon që nga periudhat neolitike, ku me keramikën, me një pasuri të jashtëzakonshme, të vëllimeve plastike, të formave plastike, të përpunimeve plastike, të elementet të cilët janë ashtu si dhe gjithë bota, pra ne jemi në këto periudhat neolitike dhe arkaike, jemi periudhat më, si të themi, më të pasura dhe që ecim dhe avancojmë së bashku me gjithë kulturën botërore. Gabimisht ne themi që gjithmonë, do të thënë kemi mbliversuar skulpturën e kolonëve, pra periudhës greko-romake, duke e lënë në hije periudhën ilire. Dhe unë nga gërmimet e mia dhe nga këto studimet e mia kam nxjerrë që shumë faktorë kanë ndodhur që periudha ilire ka një pasuri shumë të madhe. Së pari, periudha ilire në periudhën e hekurit dhe bronzit kanë qenë shkrisit shumë të jashtëzakonshëm, mjeshtra të derdhjes. Dhe kanë bërë vepra shumë të bukura dhe ne kemi shumë skulptura të vogla në miniaturë, të cilat janë nderdhur me një mjeshtri të rrallë, që edhe sot kërkojnë precizion të lartë. E cili ishte materiali me cilët derdheshin këto? Po, këto janë hekur dhe bronz. Pra, do të thënë, shohim pastaj edhe këtë problemet e elementet të antikuariatit, elementet zbukurimore, ku një vend të rëndësishëm zonë zbukurimore e grave, që janë të jashtëzakonshme, që janë paralel me të gjitha ato zbulimet janë bërë të kohës në përvendet ndryshme të botës. Çfarë përfshihen këto zbukurimore? Të gjitha vathët, gjerdanët, vathët, të gjitha gjërat të cilat femrat sot janë elemente të ndryshme, por që kanë ardhur prej asaj periudhe. Gjithashtu thash edhe në formën plastike. Arti i lirë, skulptura i lirë dallon nga skulptura greko-romake e periudhës të kolonive, pikërisht për atë formë që nuk është aq e steroluar, por është një formë më popullore, më drejt për drejt, dhe nuk ka sterollime dhe nuk përmban, si të themi, vlerat të cilat janë vlerat të mirëfillit skulpturore, por janë vlerat që janë burimore. Ndërkohë që do të theksoja një periudhë shumë të pasur, që skulptura jonë pastaj ka dhe me këto ikonostaset, trajtimin e ikonostaseve, dhe në periudhën e mesjetës sigurisht nga pushtimet që ndodhen osmane, Shqipëria unë të kur nga kjo pikpamje, por vazhdon të punohet gëzëndje drurit dhe përpunimi i artizanatit. Fakti që edhe në etnografi kemi shumë prodhime shumë interesante, kjo shoqërohet edhe me prodhimin e zejtarisë të metaleve, të përpunimit metaleve të formave të ndryshme, për të ardhur deri ke skulptura pastaj e re, që fillon me Murat Toptanin, me dy busët të Skënderbeut, të vogla,
dhe disa vepra që bën ai në portret që mund të konsiderohet si skulptori i parë i periudhës së re të kësaj skulpture, ndërkohë se ajo është me të madhin Pascali që sigurisht që ka vepra të jashtëzakonshme me portretet e para, me portretin e parë të Abni Rustemit në relief që ka bërë një medaljon të vogël për Abni Rustemin, pra që tregon vlerën patriotike të këtij artisti dhe sigurisht pastaj me dy veprat madhore të jashtëzakonshme që bëri luftëtarin kombëtar 32-shin që janë brenda një dite u inauguruan të dyja dhe flamurtarin Vlorë, po se Themistokli Gërmenin, Çelçistopullin dhe me radhë. Pra po fjalë për shtatore, apo? Po, shtatoret dhe janë vepra monumentale dhe ndërsa thamë që Murat Toptani është i pari skulptor që krijoi në skulpturën e re, Pascali është skulptori i parë që futi elementin monumental, pra skulptura monumentale në mjedisin shqiptar, mjedisin publik shqiptar. Pra, me sa kuptova, nga ky shpjegimi juaj që përfshive në pak minuta mira vjet të historisë së skulpturës shqiptare, që nga antikiteti, Pascali është një kulminacion e skulpturës shqiptare. Është klasik. Unë e kam quajtur në studimin tim, e kam quajtur klasiku i skulpturës shqiptare. Sepse ai krijoi një formë, ai krijoi atë ka një vlerë të jashtëzakonshme sepse krijoi skulpturën e figurës shqiptarit, e figurës luftëtarit shqiptar, e figurës intelektualit shqiptar, e udhëheqësit shqiptar, pra krijoi, modeloi frymën dhe i dha frymën patriotike dhe frymën kombëtare veprës së tij. Po, zoti Abbas, të vazhdojmë në pyetjen tjetër. Ju vazhdoni të jeni aktiv në artin shqiptar edhe jashtë Shqipërisë, ku keni hapur ekspozitat përvitshme, personale edhe me bashkautor. Si ka qenë kjo eksperiencë për ju në një kohë që ju sillni ndryshim në veprat e tua? Shiko, unë mund ta quaj veten si fatlum nga kjo pikpamje, sepse një artist që i jepet mundësia të ekspozohet jashtë, sigurisht ka ato benefitet e veta të cilat nga njëherë një rasi fatlume, mundësi edhe pastaj një fat në krimtari, në jetën tonë. Dhe fakti është që në 86 në një ekspozit në Gjermani në ato vitet e diktaturës, ku një shoqat gjermanëve lindor vjen dhe merr disa grafikat mia dhe i boton në një album dhe shumë të tjerëve, dhe ato të cilët tërhoqin vëmendjen me sa duket, dhe unë më vjen pastaj një ftesë në 89 nga Ljubljana, nga Slovenia, e Slovenisë, e cila organizonin bienalet ndërkombëtare të grafikës. U përzjodhen në 3 artistë, ndërmjet tyre Pandimele, Latmir Tezaj dhe unë, dhe aty bilek është një gjë e bukur që kjo ironia e saj kohe që ne na kishin çuar ftesa dhe ne do merrnim pjesë të 3. Do shkojmë në Ministrinë e Kulturës, na thrasin Ministrinë e Kulturës dhe ata kishin vendosur që të çonin vetëm 2 veta. Sigurisht që unë me modestin time, një djalë që vite nga Shijaku, nga sa kishte mbaruar shkollën, nuk kisha një pretendim që mund të shkoja, por dhe realisht kështu ndodhi. Dhe unë e vura re këtë që kur ai një nga nënpunësit që është edhe piktor, kishte ato formalitetet që bëshin atë kohë, dhe ai po plotësonte, kishin 2 fletë. Por erdhi puna ime, mori një fletë të bardhë, bosha dhe filloj unë e pa që ishte kot, më thonë, sigurisht nuk ishte jo për ne zgjurësi, por si duket thash pse u bë këtë ndërësi. Dhe realisht kështu ishin caktuar 2 veta, dhe bëhesh fjalë vetëm për se do harxhoshin $30 për njeri. Pa për të kursyer $30? Po pastaj edhe ato si duket nuk u arrit të siguroshin, ishte viti 89 dhe u la fare. Po si duket ajo bëri punën e vetë, ai pjesëmarrje, dhe se ato botonin dhe katalog, të cilët na i sillnin ne, por pastaj edhe shpërndashin në gjithë vendet, në galerit, dhe pastaj prej asaj më vinë shumë ftesa. Ka pas një periudhë nga vitet 90 deri në vitet 2013, unë kam pasur pothuajse 4-5 aktivitetet ndërkombëtare të grafikës ku unë merrja pjesë në mënyrë aktive, nga Japonia, në Tokyo, në Nagoi, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në shumë vende të tjera, deri në Bullgari, në Maqedoni, në Sloveni, vazhdimisht. Pra ishin aktivitete që deri në një farë mënyrë, pastaj unë u përgjigjem, edhe një kohë që
nga që kisha dhe punë tjera, angazhime tjera, nuk përgjigjesha më. Tash vin nga Spanja, nga këto, por janë shumë vogla, të pakta, dhe unë nuk kam mundësi tash unë përgjithsisht i orientoj studentët e mi që të shkojnë kur vim tesa mu ja delegoj studentët që të marrin pjesë, siç bëra edhe herën e fundit në Spanjë. Për t'i promovuar dhe ata. Për t'i promovuar dhe ato, sepse ne po vinë në mosha tashmë që ne nuk kemi më nevojë për promovim, kanë këtë të rritë dhe kjo është një gjë pozitive që ata të merren. I them që është një nxitje dhe është një, si themi, një CV e cila atyre i bën punë në të ardhmen. Zoti Abaz, për disa kohë ju keni qenë edhe drejtori i Galerisë Kombëtare të Arteve për disa vite. Galeria kaloi në një fazë rekonstruksioni, e dim të gjithë, dhe pritet të hapet së shpejti. Çfarë do sugjeroni ju për punën e galerisë në të ardhmen? Pra ku do të fokusohen ata që punojnë në Galerinë e Arteve? Në të ardhmen, duke pasur parasysh të kaluarën e saj. Së pari, ajo po merr një formë shumë më moderne, shumë më të kohës, edhe kjo është e mirë në këtë rast. Sigurisht që sugjerimi im që do ishte kjo që nga që e njoh edhe brenda, aty ka një fond shumë të madh të veprave, të trashëgimisë të pikturës shqiptare. Ajo trashëgimi duhet evidentohet në pjesën e trashëgimisë. Pra e keni fjalë të ekspozohet në për ekspozita të pjesë e mirë atyre veprave, sepse të jemi të sinqert në 5.000 sa eksponate që paktën kanë qenë kohën time, jo të gjitha janë me vlera që mund t'i qëndrojnë edhe të rezistojnë kohës, por janë vepra të cilësisë, cilat vërtet duhet të theksuar fort ndarja e periudhave, duhet të theksuar fort vlera e tyre, pra bazohet ke vlera, dhe ke ajo, si të themi, kurioziteti i publikut, të ndjekin kuriozitet e publikut, se nuk është të thënë që një galeri të ketë gjithmonë të njëjtën ekspozim, veprash, por ato mund të ndryshohen në mënyrë dinamike. Sigurisht baza do të jetë disa vepra kryesore. Do të sugjeroja që vepra Koli Dormenës, që është, si e quajmë ne, si një nga kryeveprat e pikturës shqiptare, dhe Koli Dormenën në përgjithësi, të trajtohet në mënyrë më specifike, sidomos moderatone, sepse ajo tashmë ka një histori që ne unë atë kohë e quam në Louvre për ta restauruar, në laboratorin e Louvrit, që ishte një rast... Në kohën kur ju ishit drejtor. Po. Dhe është një rast shumë unikal, dhe për këtë unë gjithmonë kam falenderuar, dhe shteti shqiptar do t'i japi një dekorat e ti njeriu që Pascal Amonit, që ishte një nga shefat e muzeve të Francës, që në cili bëri të mundur pasi lek shteti shqiptar, të shkojë të restaurohet dhe të rri 6 muaj dhe të specializohet gjithashtu dhe restauratoria drejtoresha që ishte, ose shefja e restaurimit të laboratorit të Galerisë Kombëtare. Për atë pikturë, unë do sugjeroj që të ishte një ekspozim identik si Gioconda. Po pse do t'i jepet një vend i përjetshëm? I nderë dhe i blinduar mirë, në kuptimin e mirë të fjalës, që të ruhet mirë, sepse ajo është një vlerë që vërtet ka një tashmë një histori, ka një vlerë të jashtëzakonshme, dhe është, si themi, fillesat e pikturës parë, që i përket vitin 1883 nga Koli Dormeno, që është piktura e parë, e cila ndikoi, ktheu nga periudha bizantine, e ktheu në artin e ri laik. Po. Zoti Abaz, me që ndodhemi këtu në një rikujtesë të së kaluarës pikturës shqiptare, cili është mendimi juaj për realizmin socialist? Pra për këtë periudhë, për pikturën e kësaj periudhe. Shiko, do të themi që çdo epoka ka vlerat e veta, krijon vlerat e veta, ka artistët e vet, dhe ne bëjmë një gabim fatal, sepse ajo periudhë vërtet ka drejtijet e veta, ka tematika, ka shumë trajtesa të periudhës të entuziazmit të njerëzve, të punëtorëve, të ushtarëve, të aksionistëve, deri këtu. Por po ta shohim me shumë kujdes, dhe për ne që e kemi njohur artin dhe kemi jetuar një periudhë të mirë të asaj periudhe, duhet kuptojmë një gjë,
edhe këta të cilët shpeshherë krijuesit e ri ose edhe studiuesit e ri e marrin në blog që ka qenë realizëm socialist ose edhe hedhin poshtë. Hedhin poshtë. Kjo nuk mundet asnjë epokë, nuk hidhet poshtë, sepse çdo epokë ka vlerët e veta. Unë po të sjell një shembull, kur kam qenë drejtori i galerisë, ka ardhur drejtoresha e cila kishte marrë një uri që ne po restauronim motrën tonë në Paris dhe kishte ardhur me pushime në Saran dhe këtu ishte drejtoresha e Firenzës, muzeve të Firenzës, drejtoresha e përgjithshme, shumë e pasur, një zonë e vërtet, dhe pam galerinë dhe duke dalë më thot komplimente për periudhën e realizmit socialist. I thamë kortezi apo është një jo tha, sepse tha ju tha vlerën e keni pikërisht në këtë gjë tha. Se arti periudhës pas viteve 90, arti modern tha është këtë gjithë. Ju keni këtë gjë tha. Identitare e cila ju veçon tha si muze, si galeri dhe ju bën të si të themi kuriozitar për publikun. Dhe këtu duhet të shohim. Ne duhet të jemi shumë të prirur sepse unë në këtë studimi që të folet ty që hapëm intervjistën, kam prekur edhe problemet e shkatërimit të skulpturave. Çfarë ka ndodhur? Sepse njerëzit i marrin kështu gjërat, ato janë, për shembull, 4 heroinat e Mirditës. Çfarë janë ato? Ato janë gra të cilat u ngritën për emancipimin e gruas në ato zona të thella, malore, të cilat kishin një patriarkalizëm të jashtëzakonshëm dhe luftonin për shkollë, për drejtësi, për drejtat e grave e tjerë. Dhe pas viteve 90 ajo shkatërrua, u hodh monument. Deti ca kohë në ambientet e rrëzuar dhe pastaj u mor nga trafikant dhe u shqua në Maqedoni dhe u derdh për skrap. Pra një nga veprat më të bukura të skulpturës të asaj periudhe. Dhe vepra tjera. Ne duhet i ruajmë trashëgimin, sepse sot veprat e Stalinit, Leninit që janë ngritur këtu, bustët, ne duhet kishim një pavion që ka, si që ka muzeal, i cili tregon periudhën se si këto monumente të bëra nga Tomski, që ka qenë një nga skulptorët më të mirë të Rusisë, ka qenë dhe kryetari i Lidhjes Shqiptarëve të Rusisë, që i cili kur është ngritur monumenti i Skënderbeut në Krujë, nga debatet që ka patur, Tomsi ka dhënë opinionin e tij për atë monument. Pra, ka qenë marrëdhëniet sovjetike shqiptare të mira dhe ai ishte pjesë dhe është pyetur Tomski për atë vepër. Dhe kjo vepër tashmë mirë e ka bërë, do thënë që është edhe Lenini, Kristina Hoxhit dhe kjo e Tomskit, Stalini, janë tek shprehja e pritjes tek bloku, janë vendosur aty në një performancë, instalacion artistik që është vërtet për t'u admiruar. Pra, ne nuk do të shkem të shkatërrojmë veprat. U shkatëruan disa vepra. Janë disa relieve shumë interesante. Në Durrës është një nga relieve më të bukura. Rruga jonë, Luan Bërhamit dhe Qazim Përtushës. Dhe janë prishur shumë gjëra tjera. Dhe ku shkojnë këto janë dëmtuar, ndërkohë që duhet kemi parasysh që në fund fare ato janë bërë me legun e këtij populli. Pra, dhe abuzohet në mënyrë të jashtëzakonshme. Pra, që ta mbyllim këtë për ideja ime është për periudhën e socializmit, ne që e kemi prekur atë periudhë, nuk e kemi parë aq trysni të madhe sa që e bëjnë disa njerëz. Nuk është aq e zezë situata. Nuk ka dani sigurisht ka patur mbas plenumit 4, ka qenë fatkeqësi që u bë plenumi 4, por këtu ishin pak artistë dhe po të them edhe një gjë tjetër, që kanë pasur debate shumë të mëdha, diskutimet krijuese kanë qenë diskutime shumë serioze për përmbajtjen e veprës, sigurisht ishte udhëzimi që njeriu i ri, punëtori i ri, aksionisti, e tham atë, por deri këtu, ai sa i duheshin për propagandë, por pse vepra tjera nuk kanë pasur aq propagandë.
po të marrim të gjithë artistët që ne mund t'i quajmë të realizmit socialist. Nuk mundet që asnjë prej tyre nuk i thuhet të gjithë veprat që të jenë të realizmit socialist. Çfarë ti thuash Salishiakut me atë artilleria së Skënderbeut? Është një vepër historike, një ngjarje historike e cila ka ndodhur vërtet, që ato gjunin gur nga malet ku ushtrive turke, ose ushtrive malazeze, ose ushtrive serbe. Pra, ku ka këtu realizm socialist? Mënyra. Pra, me realizm socialist përqendrohet tek tematika, ke mënyra, ke realisa, është një realizëm i avancuar, një realizëm i periudhës së komunizmit. Po jo që ka, themi ne, një realizëm socialist, sepse nuk kanë dalë dhe direktiva. Thashë, përveç plenumit 4, nuk ka pasur direktiva që doja fryma partisë, internacionalizmi, fryma kombëtare. Dhe këto, në fund fare, ne bëjmë bilancin e një shteti, e një vendi, e një pikture të një Shqipërisë. Nuk bëjmë bilancin ose tematikën ose subjektet të një vendi nordik. Ai ka tematik tjetër, ka subjekt tjetër, ka koncept tjetër, ka filozofi tjetër, ka mentalitet tjetër, ne kemi mentalitet tjetër. Pra, unë më të them këtë roli që ka luajtur etnografia në pikturën shqiptare. I ka dhënë bukuri, i ka dhënë pasuri koloristike pikturës, edhe skulpturës. Pra, a mund ta quash ti luftëtarin kombëtar realizm socialist? Po s'është. Kush është realizm socialist? Më thonë një vepër që kjo është Kolidromenos. Do ketë një vepër, po ato janë skematike. Pra, u futën sigurisht tema për hir të asaj porosive që kishte shteti, për ekspozitat ndryshme 45 vjetori partisë, kjo erinis, ushtria, partia, pra ishin gjithë këto çlirimi. Po, kanë qenë për shembull, po marr një ekspozit të 100 vjetorit të lidhjes Prizrenit. Sollën dhe kosovarët. Qa vepra, ku ka aty realizëm? Aty ishin me karakter patriotik, atë detaj. Pra, aty mund të kishe vepra skematike, vepra të cilat mund t'i konsiderosh vepra të cilat bëjnë thirrje publike për bashkimin për këto, me zgjidhje plakateske, por deri këtu. Pra, të cilat edhe janë kritikuar për hir të vërtetës. Por, qa mund të thuash ti veprës të Zef Shoshit, ku vendi i Lezhës, dhe lidhjes Prizrenit të Abdurrahim Buzës. A janë këto vepra realizëm socialist? Nuk janë. Pra, po t'i marrim me radhë, po të marrim edhe veprat e mbledhjet të 81 partive e Gurit Mallit. Ku ka aty realizëm? Është një ngjarje politike, por nuk është një ngjarje politike botërore. Botërore, pra me karakter botëror, e cila ka treguar një luftë ashe politike. Dhe ashtu ka ndodhur. Po kjo nuk do të thotë që Guri Madhi vepra, për shembull, po lëmbe gjak, ku ka aty realizëm socialist? Përkundërzi, ajo është kritikuar për deheroizëm. Pra, sepse i ka dhënë një frymë që ne e quajmë, domethënë si fryma e Krishtit, zbritja e Krishtit. Kështu është aluduar atëherë. Po kështu atëherë ku ka realizëm socialist? Se ne realizëm socialist i bim shkurt. Dhe po të themi edhe një gjë tjetër. Për shembull, Enver Hoxha nuk është trajtuar në pikturën dhe në artin shqiptar që në periudhën e parë. Ka qenë shumë e përmbajtur sepse nuk e pranonte. Më vonë pastaj filloi të degradojë, që e trajtuan në kështu, e trajtuan në forma të ndryshme. Po ishte figurë e këtij vendi, sigurisht që u trajtua dhe në mënyrë të shëmtuar, sigurisht që u bë pas edhe propaganda që duhesh ta stimulonte si të themi atë kultin e hiperbolizim, pra. Dhe duke sepse ka një gjë, ne krahasojmë atë që arti botëror për Krishtin, për adhurimin ndaj Krishtit, ndaj fesë, dhe Enver Hoxha, duke qenë në vend ateist, kërkoi që besimi, Skënderbeu, Enver Hoxha të ishin dy përfaqësuesit e epokës. Ky epokës historisë të mesjetës e ky epokës së re.
Dhe kjo propagandë sigurisht kërkonte që ta evidentonte Enver Hoxha në këtë formë. Sa është kjo, sa u arrit, kjo nuk u arrit, sepse faktikisht nëse me Skënderbeu ne arritëm ta perceptojmë si heroin ton kombëtar, Enver Hoxha nuk arritëm për gabimet e tij. Sepse ai u tregua shumë diktator, u tregua shumë e mbylli këtë vend, i krijoi shqetësime të jashtëzakonshme, dëfërmoi strukturën sociale dhe shoqërore të këtij vendi, duke me një lloj nacionalizmi të mbyllur, duke mbyllur dhe e dëmtoi shumë. Atëherë kjo nuk mundesh që ti si njeri që ke jetuar këtu, ta adhurosh këtë lloj njeriu. Sepse nëse do ndodhte kundërta, edhe Enver Hoxha mund të rritet si Lenini që ka nejtë në Bashkimin Sovjetik. Unë kam parë, ku kam qenë për punë në Bashkimin Sovjetik, ishte në Moskë, ishin të Leninit, por Stalinit e kishin hequr gjithë dhe i kishin çuar në muze, në Tarkovskaja muze të shekullit 20. Kështu do ndodhte. Ndodhi që edhe financimet që u bën për Enver Hoxhën, edhe te i kalimi bile ka qenë një nga katastrofat më të mëdha dhe një nga gafat më të mëdha që ka bërë ky vend, në investimin që bëri vetëm për Enver Hoxhën u bën gati 6-7 monumente të mëdha, me kosto shumë të mëdha. U bë muzeu, u bë ajo shtatorja e madhe. Sheshën Skënderbeu? Po shihni mirë, por edhe brenda muzeut. Po, brenda muzeut. Në Mermer, që janë aktivizuar të gjithë mjeshtrat më të mirë të skulpturës shqiptare, të themi realisht, që janë vepra vërtet cilësore. Për mua si artist dhe si gjykues arti, si kritik arti, ato janë vepra me nivel disa prej tyre. Qoftë Hektor Dulës, qoftë Kristaq Ramës dhe Thomajt në muze, e Korçës në Hektorit, Gjorokasër e Muntasit. Pra zotja Abbas ju flisën gjithmonë nga realizimi artistik. Nuk po flasin për figurën që Po nuk po flasin për figurë, por flasin si vepra të cilat. Këto nuk duhen ngatruar. Dhe sigurisht monumenti që në qendër dhe monumenti në muzeun historik, që u fut në hyrje të muzeut historik. Pra që ishte një gaf, sepse fund fare, muzeu historik mundet të ishte flamuri që ishte i Shqipërisë, por mund të ishte Skënderbeu, mund të ishte Ismail Qemali, si krijuesi i shtetit shqiptar. Pra, këtu pastaj futet ajo, si themi, ndështrimi, servilizmi, partitizmi i madh. Ajo ideologjia që vjen me Enver Hoxhën, sepse pra, nxitimi që u bë dhe hiqjen e gjithë këtyre veprave është një dëm i madh. Është një dëm i madh ekonomik, dëm i madh edhe artistik, se fund fare pse u zhlukën. Mund të ishin në një. E kuptoni, domethënë unë nëse do isha sot i pari i kësaj pune, do i mbledhja gjithë këto vepra dhe do bëja një kopësht me skulptura të tilla ku e gjithë bota, jam i sigurt, të gjithë ata sot, a dini ku shkojnë më shumë këto aktualisht turistët? Shkojnë ke Bukarti. Bukarti 1, Bukarti 2. Shikoni si ka qenë periudha e komunizmit. Sepse këta interesoni, për çfarë interesoni? Zhvillimi ekonomik i Shqipërisë. Ai e ka vetë zhvillimin. Bukuria e Shqipërisë. Sigurisht mund të themi që Tirana është bërë një krye shumë bukur, por nuk e tërheqja ajo. Një venez, një japonez, një kinez, një nga Amerika, një tjetër. Ai e tërheq pikërisht kjo gjë. Çka ka ndodhur në këtë vend? Zoti Abbas, kemi arritur në fund të pyetësorit që kemi përpiluar për emisionin Gjurmët, se cilat janë planet tuaja krijuese për të ardhmen? Shiko, ne zakonisht kemi një plan perspektiv, një plan të afërt dhe një plan strategjik. Po flasim me terma kështu të që janë këto termat e kohës. Ajo është që ne jemi duke përgatitur një ekspozit bashkë me familjen Malli për të bërë Together 2-shin, duke pasur parasysh se patëm një sukses të parë me Together 1, thamë të organizojmë përsëri bashkë, me qenë se unë e kam pasur pedagog, dhe jam edhe mik i familjes, dhe por organizojmë diku nga marsi, nga prilli,
do bëjmë një ekspozitë të tillë. Dhe ku organizohet ky zotëria? Kjo organizohet te një nga hotelet më të mira që kemi ne, është hoteli Plaza, e cila na pret vazhdimisht në një periudhë të caktuar, na hap hapësirën e vet dhe ne bashkërisht ekspozojmë atje për një muaj dhe herën e parë ato e kërkuan dhe më shumë, sepse pati impaktin e vet edhe tek atë njerëzit që vinin që ishin publiku i saj, klientët e saj. Gjithashtu kam në dorë një studim mbi grafikën shqiptare, e cila nis që nga periudhat më të hershme, që në periudhat e pikturave të shpellave, e deri në ditët e sotme. Po gjëra interesante jam duke gërmuar, duke kërkuar në për arkive, në për këto, në biblioteka, në botime, dhe po shoh që kemi një pasuri shumë të madhe edhe në këtë drejtim. Dhe këto ta finalizohen në botimin e një libri. Po, sigurisht, unë kam kërkuar që ta botojmë me Akademinë e Shkencave. Sigurisht kemi bërë edhe një libër bashkë me Universitetin Evropian të Tiranës, që është një universitet që vërtet u e të presin, që ka një institut botimesh dhe një shtëpi botuese shumë interesante. Kemi bërë botimin mbi Kadaren dhe ka qenë një gjë e jashtëzakonshme që ne zbulojmë për herë të parë që për Kadaren kemi bërë dhe një album me 100 vepra që i kushtohen portretet Kadares. Dhe çuditërisht ne kur e filluam atë projekt kishte një lloj shumë stepje sa mos e, por kur pam pasaj që kishte një vepra të jashtëzakonshme që nga viti 65, që nga viti 62, që nga viti 65, 67, 72, pra artistë ndryshëm kishin trajtuar figurën e Ismail, portretin e Kadares. Tu bëhet fjalë për gravura, vizatime, apo figura, po, piktura, vizatime, skulpturat, ilam, do i vëmë këtë dyshje dhe tashmë po bëjmë botimin e dytë, që është 100 vepra kushtuar figurë mbi inspirimin që kanë marrë artistët nga vepra e Kadares. Shumë interesant është. Pra, Guri Madhi, kanë artistë tjerë që janë shumë nga artistët më të shjuar, Ismail Ulani, Gazleka, janë shumë artistë të cilët janë dojenë pjesë e kësaj botimi, që është vërtet shumë interesant. Po, dhe në mbyllje të kësaj interviste, zoti Abbas Hado, a keni një mesazh për të përçuar për teleshikuesit e emisionit Gjurmët? Shiko, ne tham kur erdhe, në fillim thash që unë Gjurmët e kam ndjekur që në hapat e para, dhe më vjen mirë që titulli është shumë kuptim plot. Unë edhe nga që kam punuar dhe në media e kuptoj shumë mirë atë rolin që kanë nga i herë kur titulli i emisionit e gjenë dhe pikërisht e mban atë, sepse u bët vite tashmë, e mbani shumë fort dhe me dignitet këtë emision, se fakti që ka një vazhdimsi gjatë tregon që është vlerë dhe është një ndihmë shumë e madhe, siç e tham dhe në fillim, që sillni në ekranin tuaj ata njerëz të cilët në mënyrë shumë modeste, në mënyrë shumë patriotike, në mënyrë shumë angazhuese, kontribojnë dhe nuk presin të marrin asgjë. Por japin vetëm ata. Pra, do të thënë, nga një herë edhe thyhen, sepse sot situatat janë bërë të tilla që njerëzit të gjykojnë jo nga vlerat që ke. Vlerat intelektuale, vlerat, si të themi, artistike, vlerat si figurë artistike ose si kështu. Vlerat këtu sot, dhe kjo është një deformacion shumë i madh social, ku shoqëria nuk sheh më personin, nuk sheh më vlerën, po sheh anën e jashtme, dhe këto sigurisht duken edhe në ato fatkesisht, edhe në atë çfarë publiku kërkon. Pra, mediokriteti është baltosur në një masë të madhe, saqë shumë kollaj mund të ndjekësh edhe ndiqet më shumë një emision i cili ka gjëra të cilat janë të përcipta, janë gjëra koti, janë gjëra që s'kan lidhje me një realitet konkret,
vetëm thjesht bëjnë kështu gjërat show, se sa një emision ku njerëzit mund të përfitojnë një uri mbi artin, një uri mbi kulturën, një uri mbi trashëgiminë, një uri për historinë, sepse këto i duken tashmë sikur janë mbetur prapaka. Por ne në debatet që po ndodhin sot edhe në shkenca mbi futjen e teknologjisë dhe inteligjencës artificiale, sot ka dalë një problem shumë i madh. Si do jetë kjo trashëgimi? Nuk do ketë më libra, nuk do ketë vetëm video dhe do ketë... Pra, si do ruhet trashëgimia, si do trashëgohet kjo trashëgimi? Nëse një sistemi tillë ndërtuar mbi këtë lloj informacioni, a do jetë kjo i përjetshëm nëse ndodh një mbyllje e përgjithshme e kësaj, do zhduket i gjithë trashëgimia, nuk do kemi më trashëgiminë e cila trashëgohet si objekt? Pra, të gjitha këto probleme janë, ose të përjetësisë, se sot po diskutohet dhe përjetësia, a janë këto elementë të cilët na bëjnë ne që kuriozitar një publiku, apo janë ato që filan artiste që nuk janë as artiste, u da me këtë sepse do u lidh me këtë tjetrin. Pra, gjëra të cilat janë kaq mediokre, kaq të përcipta, sa që nuk e di se si mundet që një shoqëri të kapërdi kaq kollaj gjëra të tilla. Po, zoti Abasado, unë ndjeva i privilegjuar që isha në këtë intervistë ekskluzive me ju, që dhatë për emisionin Gjurmët. Ndjemi i privilegjuar që ndodhem në studion tuaj, një studio kaq e vogël, por e njeriu të madh që jeni ju. Faleminderit shumë. Faleminderit juve, dhe unë e thash edhe në fillim, faleminderit që kujtojni, sepse jo se ne, por realisht për artin bëhet pak, dhe unë edhe ke emisionin dhe mia them që duhet bëjmë më shumë, sepse nëse shtetet tjera stimulojnë, kanë mundësira ekonomike, artistët shqiptar, dhe ato bëjnë politika mbi artistët, në Shqipëri nuk ka politika tilla, madje edhe politikat mbi sponsorizimet nuk janë efektive, po tregojnë që nuk janë efektive, janë bazuar vetëm tek njohuri, tek mundësitë që janë bizneset të ndihmojnë shoqërisht, por që nuk stimulohen dhe nga shoqëria po, por edhe nga shteti. Pra, shteti në këtë rast, se ju e kërkuat edhe që mund bëj shteti, ne folëm nga pikpamja artistike, po nga pikpamja e asaj ndihme që do t'japi, sigurisht Bashkia e Tiranës i jep nëpërmjet projekteve të ndryshme, ose dhe Ministria e Kulturës, por kjo është shumë pak, sepse do të organizohen edhe ekspozita kombëtare, do të ekspozita të cilat të jenë pjesë prezantuese të shtetit shqiptar, të vlerës të kombit shqiptar në për ekspozita të ndryshme ku organizohen qoftë fiera, qoftë edhe ekspozita ndërkombëtare, bienale, do në qohen, duhet të rregullohet edhe më mirë, sepse unë personalisht kam qenë dhe vetë drejtor dhe e di shumë mirë që se si mund të përzgjedhësh një artist për ta çuar në Venecia, në qoftë ke Bienalja e arkitekturës, qoftë ke Bienalja e pikturës, e artit, të cilët shpeshherë çohen me njohje shumë personale. Por kjo nuk është kështu. Kjo nuk duhet ndodhë kështu. Ne do të kemi një, si të themi, një matës të vlerës ku çdo vit mund të ketë një artist i cili është përfaqësues ide, sepse fakti që ne kemi shkuar vazhdimisht në Venecia dhe artet tona nuk janë dalluar mbi ato të tjerat, që fjala vjen ka ndodhur edhe me Kosovën që kanë pasur më shumë impakt arti i Kosovës se sa arti shqiptar, pra i shqiptarëve të Kosovës. Pra kjo tregon që ne nuk e kemi zgjedhur akoma mënyrën se si do të përfaqësohemi në Venecia. Pra do të jemi më serioz, do të jemi më patriot, dhe t'i lemi qik këto me një anë këto aftësitë e njerëzve të cilët me pak produkt bëjnë sikur janë shumë dhe njerëzit që vërtet bëjnë produkt cilësor, mbeten në hije dhe mbeten ose dhe të sulmuar ose të mjanuar. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.